Muhamedi më ka thënë, mos gabo me ngrit dikush diken nga veni ti ullur. E pastaj ai të vend ti. Nëse një është ullë me një vend, mos gabo me qupi venit. Ai është veni tina. I pare që e kanë zonë venin, qaj e ka venin. Përveç se ai ullë gabim. Tash ullë për shembull në vend të kushtimisht të hoqë që ka me folë. Tash ky vend nuk është i tina, është vend i rezervuar për dikon tjetër me folë. Po përgjithsisht veni me neja, njeri ullët që është të mësojmë ku gjenë vend. Edhe për mullë vetë nuk vënë me që dikon. E që është zidja? Zidja është, ka thonë për mërësëm, zhënoni ka pak. Na arabisht i bjenë zhënoni ka pak me bu vend, për na themi ngushtoni ka pak. Në gjuhën tonë, apo i thotë, ngushtoni pak, apo. Ta ngushtjan, po i bjenë zhënoni pak i mujtë më nëzohë vendi, se më ngushtu se nëzën dikon, apo. Po si të qoftë, kjo është praktike një që është përdorë. Në ditë ka ardhë, zgjeroni pak, do në zgjenohu, ma mirë e bëven për vllaun tënë. Kjo praktikë të ndërmës mund të duket e thjesht, e rëndomt, mirë po është shumë domethënëse. Çfarë kuptimi? Kuptimi parë është se njeri që e ka nxjerrë një vend është më meritor për çatë vend. Edhe askush nuk ka drejt me e nënçmu di komentis çupi këtë sonë kur vjen të shmuçut i piktuit. Ja, po. Esenca është njëri të më respektu. E dyta shikoni të ndërmjet vëllazër feja që është. Don pejgamberi ka ndalu me e çudi kompivanit. Mirë po se ka më dhus pikën këtu, e ndaluar është. E çka mëna zgjidhje? Zgjidhja është zhënoni. Dhe kështu të feja vazhdimisht. Sa ndalon ka diçka, ta bën një alternativë çyz më bofën. Don tregon që kjo është problem, mos shkakto problem, ja ko zgjidhja. Gjithmonë feja që shna bën. Na mëson çka mund të jetë problem, na udhëzon që mos të shkaktojmë probleme dhe në anën tjetër ofron zgjidhje. Këtu pejgamberi çka tha? Lëshoni vend edhe zhënohuni. Do të bani vend njëri të oferteje. Mirë po, jo me që njërin pe veni ti, që shkon nga njëri, për shembull dikush nga arroganca, dikush nga për shembull mendjemësia, gjen njëri shkret, njëri dopt, dikon që s'ka krah, do të çupi këtu. Largo pak, çom unë multo. Kjo është mendjemësi. Është mendjemësi edhe është nënçmim edhe përbuzje për atë njeri. Dhe s'bën me nënçmu edhe me përbuzë kërkon. Por do të me respektu njëri tjetrin edhe çdo veprim joni realisht me nxit dashuri për njërin e ju urrëtie. Çdo kush është ndaj tona, kur del për nes, me dal i respektuar, e nderuar, e ju i përbuzëm, e i nënçmuar.